Një grindje banale mes disa të rinj ka rezultuar me një fund tragjik për 30 vjeçarin Rushdi Çollaku. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në lagjen e Çollakëve, në periferinë juglindore të Tiranës, në rrugën që lidh sanatoriumin me Shkozën. Ndodhemi në lagjen e Çollakëve, në periferi të Tiranës, pikërisht në segmentin që lidh sanatoriumin me Shkozën. Dhe është ky vendi ku Rushdi Çollaku është goditur nga disa persona dhe është përplasur pikërisht në këtë trotuar këtu. Pasi ka marrë plagë të rënda, është larguar në drejtim të kësaj rrugice për të mbritur në një ushqimore, ku ka kërkuar ujë për t'u larë, pasi ishte krejtësisht i përgjakur dhe këto kanë qenë edhe momentet e fundit ku Çollaku ka mundur të flasë. Grindja ka nisur pranë një lokali që ndodhet në kryqëzimin e rrugës. 30 vjeçari goditur me grushta është rrëzuar keqes në trotuar, ku ka marrë edhe plagët e rënda. Ka ecur në këmbë rreth 70 metra ashtu i përgjakur deri në një dyqan ushqimore, ku ka kërkuar ujë për t'u pastruar nga gjaku. Aty pranë është rrëzuar. Çollaku është transportuar më pas për ndihmë mjekësore në spitalin ushtarak, ku sipas mjekëve kishte mbërritur i pa jetë. Me të marrë sinjalizimin përkatës, në vendin e ngjarjes shkuan shërbime të shumta të komisariatit nr. 1 të policisë dhe oficer të drejtorisë së policisë së Tiranës. Brenda 30 minutave është mundësuar të identifikojë, lokalizojë dhe kapur autori dyshuar e kësaj ngjarje. Lorenz Zajmi është arrestuar nga policia si dyshuar kryesor për ngjarjen, ndërsa u shoqërua edhe Latif Zajmi.